Punimet në autostradën e korridorit të 8 aksi i 2 Gostivar Bukojçan shënojnë progres. Deri në prill të këtij viti, në këtë aks, projektimet për eksproprim kanë arritur në 46%. Nga konsorciumi Bechtel dhe Enka që ndërton këtë korridor, janë të kënaqur me dinamikën. Përpos rregullimit të trases, paralelisht ndërtohen edhe 4 urat që janë parapar nga Gostivari deri në Bukojçan me gjatësi 17 kilometra. Ura e parë fillon menjëherë afër varrezave pranë fshatit Zdunjë, e cila ka një pjerrësi prej 355 metra, ndërsa lartësia e urës është 7.5 metra. Mehmet Akif Abixhi, mbikëqyrësi kryesor për këtë urë, tha se e njëjta ka 12 shtylla në anën e saj të djathtë dhe 11 në anën e majt. Next to Zdunja Cemetery, to the increasing side here with 355 meters. 10 muaj më parë filluan punën për instalimin e shtyllave këtu dhe në vitin 2025 filluan punën për instalimin e trarëve kryesor dhe ndërtimin e mbështetëses. Në këtë urë, siç mund ta shihni në anën e pjerrët të lumit Vardar, nën struktura jon po përparon me sukses. Sfida më e madhe ishte lumi Vardar që kalon përmes kësaj ure, sepse ka një rol të rëndësishëm për Maqedoninë dhe kalon nëpër Shkup. Sa i përket projektimit, me mbështetjen e Departamentit të Inxhinierisë Civile, së pari zhvendosëm rrjedhën e lumit dhe në anën e sipërme kemi shtylla. Ndërtuam atë pjesë të urës me trare kryesore dhe mbështetëse dhe tani ka filluar faza e dytë. Në anën e pjerrët, nën struktura jon është në proces ndërtimi. 80% e nën strukturës është e përfunduar, 20% është në proces ndërtimi, tha mbikëqyrësi Abixhi. Ura e dytë është më e larta që ndërtohet në korridorin e 8. Për sigurinë e saj ndërtohen mure mbajtëse moderne, ndërsa punimet e tyre i janë besuar inxhinierit Veron Sulo. Ai tha se këto mure shërbejnë nëse eventualisht ka erozion të tokës që mund të shkaktohet nga rrëshqitjet. Sipërfaqja e tyre arrin 45 metra. Pjesën këtu ku kemi ndërtu në kilometrin 6500, e ja si që shifni e kemi filluar shtresën e 4. Ky si pas dizajnit këtu kemi edhe 3 shtresa tjera për të përfunduar këtë murin e gabionit. Mbajtës për momentin mund të them se është bërë 45%, kemi edhe gjysmën për të kryer këtë këtu edhe pastaj të vazhdojmë në erëvënish gabionin tjetër. Në kilometrin e 7 të aksit Gostivar Bukojçan apo mbi fshatin Banjice Epërme, ndodhet thërmuesja e cila prodhon agregate që nevojiten për themelet, nën bazën e rrugëve dhe fraksione për beton. Maria Risteska, inxhiniere minierash, tha se kapaciteti ditor varet nga ajo se çfarë prodhimi u duhet, ndërsa guri merret nga vendi ku punohet dhe i njëjti është mermer ose gur gëlqeror. Për 10 muaj janë prodhuar 300 ton agregate dhe deri më tani siguria ka qenë shumë e lartë. Зависи от то што произведуваме. Кога велам дека произведуваме основа под основа, тоа се мисли на Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me departamentin tonë të sigurisë dhe cilësisë. Ata marrin monstra nga këtu çdo ditë dhe deri më tani nuk kemi pasur probleme. Sigurisht, baza dhe nënbaza janë një nga pjesët kryesore të rrugës. Cilësia është shumë e sigurt. Baza shërben për të shpërndarë në mënyrë të barabartë ngarkesën nga automjetet dhe për të bërë kullimin nën asfalt. Kështu që cilësia është më e rëndësishmja dhe ka një rol kryesor në sektorin tonë. Gjithashtu, siguria e njerëzve. Mund të them me krenari se kemi punuar në mënyrë aktive për një vit me instalimin e një thërmuesi dhe deri më tani nuk ka ndodhur asnjë lëndim i vetëm, qoftë edhe minimal, tha Maria Risteska, inxhiniere minierash. Sipas një raporti të publikuar ditë më parë nga ndërmarrja publike për rrugë shtetërore, deri në prill të këtij viti në aksin Bukojçan-Gostivar janë realizuar 73% e hulumtimeve gjeoteknike, ndërsa mbikëqyrja ka regjistruar përparim prej 60% të punëve për specifikimin dhe projektimin e këtij aksi. Nga aktivitetet ndërtimore që po zhvillohen aty, janë punë toksore në trasen kryesore, sanimi lëshimeve, armim dhe betonimi i urave, rregullimi i regjimeve të përkohshme rrugore, po bëhen gërmime dhe po kryhet mbrojtja e shpateve. Të gjitha aktivitetet po zhvillohen me dinamik të shtuar. Kompanisë Bechtel dhe Enka deri më tani janë paguar mbi 301 milion euro nga gjithsej 1.3 miliard euro sipas marrëveshjes për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10D. Afati i ndërtimit është deri në vitin 2027, ndërsa marrëveshja me Bechtel dhe Enka u arrit në mars të vitit 2023.